Më 27 dhjetor të vitit 1831, pas disa vonesash, Charles Darwin niset nga Plymouth i Anglisë me anije dhe 73 veta në bord. Ëndra e tij për t'u bërë famulltar mund të priste. Ai gjithmonë kishte shpresuar për një udhëtim nëpër botë dhe shfrytëzoi mundësinë e ofruar. Darwin, sapo ishte diplomuar si gjeolog e naturalist dhe kapiteni të anijes eksploruese, duhej një specialist i tillë për vëzhgime ujore e gjeologjike në rajonet që anija do të eksploronte. Kronikanët thonë se moti ishte i mirë, qielli ishte i kthjellët e era e mbar. Darwinin e zëdeti dhe sëmurët pothuajse menjëherë. Anija lundroi nëpër Oqeanin Atlantik dhe pastaj kreu kërkime të hollësishme hidrografike rreth skajeve jugore të Amerikës së Jugut, duke u kthyer përmes Tahitit dhe Australisë pas udhëtimit rreth tokës. Ekspedita ishte planifikuar të përfundonte në 2 vjet, por zgjati pothuajse 5. Deri në fund të ekspeditës, Darwini kishte bërë emër si gjeolog dhe koleksionist fosilesh. Botimi i ditarit i dati famë edhe si shkrimtar. Gjatë udhëtimit, Darwini e kaloi shumicën e kohës duke eksploruar 3 vjet e 3 muaj në tokë, 18 në det. Në fillim të udhëtimit, Darwini kishte menduar të shkruante një libër për gjeologji dhe tregoi se kishte edhe aftësi teorizuese. Në Punta Alta të Argjentinës, Darwini zbuloi fosile gjigande të gjitarëve të zhdukur. Ai kreu vëzhgime të hollësishme të bimëve dhe kafshëve, me rezultate që tronditën besimin e tij se speciet janë fikse, të pandryshueshme. Pas kthimit në Angli, në vitin 1836, Darwini thuajse e izoloi veten nga bota dhe shoqëria, për t'u menduar, thelluar, shqyrtuar e reflektuar mbi shënimet dhe ato që kishte parë gjatë udhëtimit. I peshoi idetë e tij dhe vetëm pas 30 vjetësh shpalli teorinë e evolucionit nëpërmjet seleksionimit natyror. Lajm jo i zakonshëm që tronditi mbar opinionin dhe nxiste reagime shkencore, fetare publike, zemrim, kundërshtim, miratim, habi, heshtje, debate që vazhdojnë edhe sot. Më 27 dhjetor të vitit 1924, Fan Noli, i shoqëruar nga një personel prej mbi 70 vetësh, përfshirë ministrat e qeverisë së tij, i hypën anijes në Vlorë, e cila kalon nga Ngushtica Otrantos dhe mbërrin në Brindisi. Mes atyre që ikën me peshkop Nolin dhe që u përhapën nëpër kryeqytetet e Evropës, ishin sekretari i tij personal, Sejfullah Maleshova, Lazar Fundo dhe Tajar Zavalani. Këta të tre nga Brindisi shkuan në Moskë. Mustafa Kruja shkoi në Rom dhe Ali Bej Këlcyra u vendos në Paris. Më 30 dhjetor, Fan Noli shkoi në Rom dhe në takime me zyrtar të qeverisë italiane dhe gazetar, shprehu çudi dhe keqardhje që Italia nuk e kishte mbështetur atë kundër zogut dhe jugoslavëve. Ish-kryeministri Noli deklaroi se do të kthehej në Amerikë dhe kur nuk do të merrej më me politikë. 4 vjet pjesëmarrje në politikë shqiptare ishin shumë, e kishin lodhur dhe zhgënjur atë. Nga Roma, Noli shkoi në Vjenë, pastaj në Amerikë, por në Shqipëri, Fan Noli nuk u kthye më kurrë. Më 27 dhjetor të vitit 1929, sekretari i përgjithshëm sovjetik Josif Stalin urdhëroi likuidimin e kulagëve si klasë,
në përpjekje për të përhapur socializmin në fshat. Dhe kulak quhej çdo fshatar që kishte 2 lopë dhe 5 hektar tokë në zotërim. Kjo ishte periudha e kolektivizimit të fshatit, një politik që çoi në sekuestrime, vrasje, arrestime, burgosje, internime, në rënjën e prodhimit dhe në zinë e madhe të Bukës në fund të viteve 1920. Më 27 dhjetor të vitit 1945, Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar krijohen me nënshkrimin e një marrëveshje nga 29 vende, të njohur kolektivisht si institucione Bretton Woods, emri i qytetës në New Hampshire të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku themelua nga delegatët e 44 vendeve në korrik të vitit 1924. Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar janë shtyllat binjake që mbështesin strukturën e rendit ekonomik dhe financiar botëror. Më 27 dhjetor të vitit 1978, Spanja bëhet demokraci, pas 40 vjet diktatur frankoiste. Kjo periudhë tranzicioni ishte epoka kur Spanja doli nga diktatura e Francisco Francos. Tranzicioni zakonisht thuhet se filloi me vdekjen e Francos më 20 nëntor të vitit 1975 dhe përfundoi me miratimin e kushtetutës së vitit 1978. Të tjerë thonë se tranzicioni përfundoi me dështimin e një grushti shteti më 23 shkurt të vitit 1981, apo me fitoren elektorale të Partisë Punëtore Socialiste më 28 tetor të vitit 1982. Më 27 dhjetor të vitit 1983, Papa Gjon Pali II viziton Mehmet Ali Agçan në burgun Rebibja dhe personalisht e fal atë për atentatin më 13 maj të vitit 1981 në sheshin e Shën Pjetrit, ku Papa Gjon Pali II mbeti i plagosur. Pasi shërbeu 19 vjet burg në Itali, Agça u deportua në Turqi, ku kreu një dënim 10 vjet burg për vrasjen e një gazetari kohë më parë. Ali Agça u lirua nga burgu më 18 janar të vitit 2010 dhe vazhdimisht e ka përshkruar veten si mercenar pa orientim politik, edhe pse dihet se ka qenë antar i organizatës ultranacionaliste turke Ujqërit Gri. Më 27 dhjetor të vitit 2007 në Pakistan u vra nga një atentat udhëheqësja e opozitës dhe ish kryetarja i qeverisë pakistaneze, Benazir Bhutto. Benazir Bhutto ishte gruaja e parë në krye të një vendi musliman post-kolonial. Bhutto u zgjodh kryeministre e Pakistanit në vitin 1988, por pas 20 muajve, me përkrahjen e ushtrisë, e shkarkoi kryetari Ghulam Ishaq Khan. Benazir Bhutto përsëri u zgjodh në vitin 1993, por pas 3 viteve e shkarkoi kryetari i atëhershëm Faruk Legar. Më 18 tetor të vitit 2007, ajo u kthye në Pakistan pas 8 viteve azil politik. Menjëherë ditën e nesërme, në mitingun e organizuar me rastin e kthimit të saj në vend, ishin vendosur 2 bomba, të cilat shkaktuan vdekjen e qindra njerëzve. Benazir Bhutto nuk ishte lënduar. Ndërsa më 27 dhjetor të po të njëjtit vit, u krye atentati i dytë gjatë një tubimi,
ku kësaj here atentatori arriti ta qëlloj për vdekje. Benazir Bhutto ndëroi jetë të njëjtën ditë në spital, më 27 dhjetor të vitit 2007. Më 27 dhjetor të vitit 1571 ka lindur Johannes Kepler, matematikan gjerman, filozof, astronom, astrolog dhe specialist i optikës. Në vitin 1584, ai hyri në një seminar protestues në Heidelberg, edhe në vitin 1589, ai filloi të studioj tek universiteti në seminarin protestues të Tübingenit. Këtu ai studioi gjerësisht teologjin. Në vitin 1591, ai kaloi provimin dhe vazhdoi studimet si student i diplomuar. Në vitin 1594, Kepleri pranoi një caktim në seminarin protestues në Graz si profesor i matematikës. Ai ishte caktuar edhe si matematicien, por gjithashtu edhe si krijues i kalendareve. Për 6 vite, Kepleri studioi aritmetikën, gjeometrin dhe retorikën. Në kohën e tepërt, ai vazhdonte të mësonte privat në astronomi dhe astrologji. Në vitin 1597, Kepleri publikoi për të parën herë punën e tij më të rëndësishme, të quajtur zanat kosmografik. Më 27 dhjetor të vitit 1822, lindi Louis Pasteur, kimist francez, i cili ishte i njohur për punën dhe përparimet që solli në mikrobiologji. Eksperimentet e tij konfirmuan teorinë e shkaktimit të sëmundjeve nga mikrobet dhe krijoi vaksinën kundër sëmundjes së tërbimit. Gjithashtu u morë me zbulimin e metodave dezinfektuese, nga ku del edhe metoda pasterizuese. Ai është renditur ndër 3 më të mirët në lëmin e bakteriologjisë. Pasteur bëri disa zbulime edhe në kimi, shumicën prej tyre në asimetrin e kristaleve. Pasteuri, po ashtu, zbuloi jetën anaerobike, mundësinë e disa mikrobeve që të zhvilloheshin pa oksigjen. Më 27 dhjetor të vitit 1899 lindi Lazar Gusho, i njohur nën pseudonimin Lazgush Poradeci. Ishte poet, shkrimtar e përkthyes shqiptar. Lazgush Poradeci lindi më 27 dhjetor në Pogradec, në një familje me tradita advetare. Në moshën 10 vjeçare e dërguan për të vazhduar studimet në manastir dhe më vonë në Athinë, ku mbaroi liceun. Në vitin 1921, ai shkoi në Rumani për të ndjekur studimet e larta. Duke qenë pa bursë dhe pa asnjë ndihmë, ai u detyrua të punonte dhe njëkohësisht të studionte. Në Bukuresht, ai u lidh me lëvizjen advetare të kolonisë shqiptare, u misua me Azdrenin e advetar të tjerë shqiptar dhe u zgjodh edhe sekretari i përgjithshëm i kolonisë. Në verën e vitit 1924, qeveria e Fanolit i dha bursë dhe kështu arriti të përfundoi studimet e larta në Graz të Austrisë, në Fakultetin e Filologjisë Romano-Gjermane. Në dallim nga poetët e rilindjes, që me gjithë originalitetin e tyre kishin tipare të përbashkëta, poetët e shquar të periudhës së pavarësisë Noli, Fishta, Poradeci, Migjeni, janë krejtësisht të ndryshëm nga njëri tjetri, si nga formimi, nga prirja e tyre, ashtu dhe nga interesat e synimet. Në veprën e këtij romantiku të fundit të letërsisë son,
jetoi shqetësimi adhetari mbrojtjes së kombit dhe të traditës së rilindjes, ashtu sikurse edhe dëshira për triumfin e pikpamjeve demokratike, shqetësimin për një emancipim të përgjithshëm kulturor e shpirtëror të shoqërisë shqiptare. Lazgush Poradeci është një nga lirikët tanë më të mëdhenj, i cili ushqua për sensibilitetin dhe ëmbëlsinë poetike me të cilën i këndoi Shqipërisë dhe dashurisë. Më 27 dhjetor të vitit 1923 ka ndëruar jetë Alexander Gustave Eiffel. Ishte një inxhinier francez, arkitekt, një sipërmarrës dhe një specialist i strukturave metalike. Ai është i njohur për veprat me famë botërore, si kulla Eiffel, e ndërtuar në vitin 1887-1889, për ekspozita universale në Paris të Francës në vitin 1889. Dhe në mesin e veprave të tij është armatura për statujën e lirisë në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Më 27 dhjetor të vitit 1958 ka ndëruar jetë Mustafa Kruja, mësues, ministër, prefekt, kryeministër, senator i mbretërisë italiane, gjuhëtare publicist dhe firmëtari deklaratës së pavarësisë së Shqipërisë. Vetëm në 2 gjëra Mustafai do të mbes gjithë jetën i patundur. Nuk do të pranoj kurrë asgjë që është kundër interesave të kombit dhe nuk do të shkelte asnjëherë parimet e tij. Krahas virtyteve qytetare, Mustafa Kruja do të kultivojë gjithë jetën një ndjenjë të fortë përgjegjësie e detyre që ndoshta e ka dëmtuar në marrëdhënien me të tjerët, por e ka lartësuar personin e tij sa jeta e tij përkon krejtësisht me idealin që ai ka dëshmuar.